Çfarë ka në OnlyFansin e Bia Khalifës? Bia Khalifa është banorja më e re që është bashkuar shtëpisë së Big Brother VIP Kosova dhe që në orët e para ka treguar se është aty për të thyer çdo tabu. Hyrja e saj nuk kaloi pa zhurmë. Vetëm pak orë pas përfundimit të Prime, Bia dëshmoi natyrën e saj të guximshme dhe pa komplekse, duke u futur nudo në pishinën e shtëpisë. Një veprim që la pa fjalë banorët dhe ndezi me njëherë rrjetet sociale. Një kërkim i thjeshtë në rrjet zbulon se Bia është një emër i njohur në industrinë e përmbajtjes për të rritur. Ajo zotron një llogari aktive në platformën OnlyFans, ku materialet e saj janë tërësisht eksplicite. Madje për të tërhequr abonent të rinj, videot e saj mund të shihen me një ofertë zbritje prej $12 për 3 muaj. Por surprizat nuk mbarojnë me kaq. Bia duket se ka një qasje strategjike, enkas për audiencën shqiptare. Ajo menaxhon një kanal privat në Telegram, ku sipas verifikimeve, disa nga videot e saj intime ofrohen falas, duke qenë lehtësisht të aksesueshme për shqiptarët. Në video në fjalë, Bia është pa as edhe një filtr të vetëm. Gjithashtu, profili i saj figuron edhe në gjigantën e faqeve për të rritur, Pornhub, çka vendos faktin se komplekset për të janë një koncept i panjohur. Me një profil kaq shpërthyes, Bia nuk po teston vetëm durimin e banorëve, por edhe limitet e një shoqërie të tërë. A do të jetë kjo transparencë bileta e saj drejt finales, apo bomba që do të shpërthejë duke e kthyer atë në shënjestrën kryesore të kritikave? Një gjë është e sigurt, me Bien në shtëpi, qetësia ka marrë fund.